ka pas shumë situata dhe shumë që the situata edhe? Që të ka ndodhur në jetë për shembull, Ko. disa gjëra që të ka ndryshuar karakterin ose jetën. Atëherë, Karrierën, jetën, karakterin. Për shembull. atëherë ka pas adin ka shumë raste, cilat adin nuk du me i cek, po që e kisha cek fëmijëria jam. Ka ndryshu kështu të adin komplet. Komplet karakteri, jetën. Më ka bo me u pjek para vakti dhe më ka bo me i pa gjanat shumë ndryshe. Mënyra se si e kam përjetu dhe që kam jetu fëmirin tem. Tjetër. Bëç kjo. Sa fundmi besoj edhe televizion. Dhe televizioni. Jo, nuk ma ndryshon karakterin të Shqipë që thash të ka ndryshuar jetën. Fakti që nga një rutinë tjetër, ti kalon krejtësisht në një rutinë tjetër, në një botë tjetër, është diçka që ty të ndryshon jetën dhe perspektivat. Atëherë, unë veç që kam pas pak gjë, adin veç që kam pas pak, do me thonë, se që jam mirë pak me modelizëm, kam marrë pjesë me atje në Tajland që kam shku që ma ka ndryshu Dhe pra kam, po pra. Po që ama veç që kam pas pak gjadin, nuk është se për shembull adhe nuk muj me thonë që ma ka ndryshu komplet jetën, se pa dal jashtë dhe pa e kuptu, nuk muj me perceptu këtë gjë, po që më ka ndryshu shumë,